Miqtë e emisionit Fol, ju përshëndes nga Shkodra. Kemi ardhur këtu në Shkodër në lagjen Skënderbeg sepse këtu ka një konflikt hapur. Janë 30 familje që luftojnë betejën e tyre për të mbajtur shtëpitë e tyre ku jetojnë që për fillim viteve 90. Në fakt, nuk janë tamam shtëpi, aso kohë ka qenë shkollë. Po shkolla u mbyll. Dhe bashkia e Shkodrës i futi këto familje si të pas tre në këto objekt 3-4 që ndodhet pas krave të mi. Po që ndodh? Pas afër 33 vitesh, tokës i del pronari i cili e blen këtë objekt me gjithë njerëz brenda, pra me gjithë familje. Dhe nga i moment ka filluar konflikti, ka filluar përballja në dyert e gjykatës, në dyert e shtetit, në dyert e bashkisë, ka një mal me letra. Pa dek nuk elshojmë, absolutisht pa dek, kryti tu nuk elshojmë, le të vinë Zoti le të vini tu, pa marrë venimet prerë, se ta manë gjykata nuk ka shanse me ma. Kaq kemi mundur të mësojmë nga përballja e banorëve me pronarin, me shtetin, po se çfarë realisht do na e thonë vetë banorët. Një pjesë tyre, unë i kam mbledhur këtu në oborrin e këtij pallati, pra në oborrin e shtëpisë tyre, dhe do t'i falenderoj. Faleminderit banor. Faleminderit që jeni me mua sot. Tani, si quhet rruga njëherë, ta fillojmë tamam për saksim. Banesa është shkolla rezervave, rruga Gjevalin Gjadri, për ai zot nga si pretendon sa shteti ja ka bën Nën Tereza. Pra, kjo rrugë në hartë është rruga Nën Tereza këtu. Këtu. Këtej është Gjevalin Gjadri. Po ju pret kjo rruga këtej. Fjala ka, E Gjevalin Gjadri. kuptoj, shumë mirë. Si quajnë? Unë quhem Docnoci. Jam banor i kësaj ndërtese që është në 92-shin. Pra, 92-shin? Jam ba banor i kësaj ndërtese. Unë jam linë e rritën Shkodër. E kuptoj. Tani unë thash që juve ju ka fut bashkia, e vërtet është? Bashkia me një venim numër 52. Datë 5/9/92 ka marrë venim që ky konvikt të shpërdohet banorëve të pastre. Edhe një ndër to shkruhet në flet akmarrëveshje që bashkia nuk merr përsipër shpenzimet për ta kthyer në ambient e banimit sepse këtu kanë bosh klasat. Pra Troçu thot juve për me na hek qafet, për me na hek qafet rregulloni, bëni shtëpi. Për me na hek qafet ne edhe përmes me shkatru me fjalë si ishin drejt shkatrimit në ndërtesat në atë kohë, jena vendos këtu, edhe më i vogli mund të ketë bërë deri 20.000 euro, 10 milion lek shpenzime për ta kthyer në ambient e banimit. 20 milion lek? Po. Për me i bërë shtëpi? Për me kthyer në ambient e banimit se s'ka pas instalim ujit, s'ka pas baja, s'ka pas Gjithë shka me legët tuaja? Gjithë shka me fondet tona. Edhe është në shprehimisht në këtë marrëveshje që bashkia nuk merr përsipër shpenzimet për ta kthyer në ambient e banimit. Kur ke hyrë ti te ky objekt? Unë kam hyrë në 92-shin. Në 92-shin? Në 92-shin kam hyrë në këtë objekt. Ti je i pari? Jam i pari që kam hyrë këtu, edhe gjithë këta më kanë kontaktu përpara se me hyrë këtu, si funksionon i shtu, me fjalë bashkia e ka marrë me fjalë venim që të shpërdohet për të pas tre. E kuptoj. Sot sa banor, sa familje janë brenda? Këtu janë 30 familje afërsisht. Mund të jetë një më shumë pak rëndësi ka. Dhe banor sa bëhen? Banor 30 banor mund të jenë rreth 200, 150 kështu. E kuptoj. Ju nuk është se i keni firmat me bërë një peticiona, me bërë një. Okej. Por kjo është më e bukur se mas 20 vjetëve që kena banu këtu, na kanë orë letrat për me dalë jashtë për me liruar. Aty kena filluar me fjalë për me lëviz pak. Eksaktësisht kur ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur në 2012 me përmarrues Martin Tushën. Kanë ardhur këtu edhe me forcat e policisë për me nxjerrë jashtë banorët. Unë atë kohë kam kanë në Itali. Pra ju nuk dini gjë deri në 2012. Absolutisht. Asnjë. Jo unë asnjë. Janë bërë gjitha pa palën tonë. Ju s'dini gjë fare që po e blinde tjetër? Absolutisht. Po si u shiti bashkia me gjithë njerëz brenda? Po kjo është tona e bukura. Se bashkia apo e bëri antibanese? Kjo është tona e bukura, se Lorenz Luka në atë kohë, kryetar bashkiet, se na kena kërkuar me privatizuar se shumë
me fjalë filluan mu bë privatizimet, Po. edhe ne thoshin ne pritni se so ka zgjer kush jashtë, po na doshim me privatizu, me kryer punë. Bile un kam edhe dokument ton, nëse është e nevojshme ta Jo, jo, do më tregosh të gjitha Bukur. dhe unë do t'i fotografoj dhe sërës, Bukur. thuash ti do vendosim Kam dokumente. një dokument këtu, Po. që në 2009 ne kena Po. kërkuar Lorenz Lux bashkisë, Po. kryetari bashkisë me shkresë Aha. për me privatizu dhe nuk na ka pranuar ne se nuk janë kushtet. Kështu ka thënë, në 2000, Po, e kena me shkresë këtu. në cilin vit? 2009. Në 2009. 2012 me datën 2/11 Ja, mbaj afër, të lutem, mbaj pak afër në mikrofonin. me datën 2/11 2012 e ka ble zotënien fjalë. Ai për ne mund të jetë shumë i nderuar, por si blehet i ndërtes me 30 familje mbrëm, edhe është e bukur prap tjetër se aty thot po vretje. Si blehet i ndërtes me 30 banor, 30 familje mbrëm, edhe po vretje. Dhe pa ju larmëruar jo. Absolutisht. Absolutisht. Tani shitje nuk është se e bëri bashkia, bashkia e bëri shitjen apo e bëri ministria? Ishte kaluar? Topin i bashkia ja kanë topin ministrisë. Ministrisë së Arsimit, Ministria e Arsimit ja kanë në bashkisë. Po dek nuk e lëshojmë, absolutisht, po dek, janë kryti tu nuk e lëshojmë, le të vinë zoti, zoti le të vini tu, pa marrë venimet prerë, se tamam gjykata nuk ka shanse me marrë. Normale shumë i fjallë t'i ihan. 500 euro në ashën jetë në betonin se bëkurë. Orë ba të gjithë sa duash hajtë rajnë kish lashit sa atje ke zjetë vend se më këtu në rajnë. Si keni siguru këtë pronjë? Si e keni siguru? Unë e kam dhuruar nga njëri baba jem me trashëgimi të babës tem. E kam me aktën e trashëgimisë edhe me testament, edhe me tona, edhe me drejt parablerje, me të gjitha, i kam të gjitha dokumentat e rregullta. Unë jam me rrugë se si ka mundësi, mas 20 vitëve me tarë letra me dalë jashtë. Po kanë asnjëherë po në mjesë për gjyq.